kodin e procedurës penale, të njëjtat rregullat për arrestin shtëpi janë dhe për arrestin burg. Pra ka të njëjtat rregulla. Kështu që edhe kjo është një masë, nuk mund të them që është masë e lehtë, por është një masë e cila aplikohet. Nuk e di cilat janë shkaqet e zëvendësimit masës me këtë masë, ose mund të jenë kaluar fatet se u bë kohë që është proceduar për ashtu, për afatet e paraburgimit se sa mund t'jenë, por dosja e bankësit është një çështje shumë komplekse. Konstatojmë që kjo çështje është vënë rrugë drejt, se siç e dini, ai është kthyer 3 herë nga SPAK-u kjo çështje. Pra ka qenë prokurinë e Fierit, ka shkuar në SPAK dhe sot SPAK-u po e heton. Dosja është komplekse, janë shumë para. Shiko tani, ky vendim ka ardhur pak ditë pasi me kërkesë prokurisë të posaçme gjykoja zgjati afatet hetimore me 3 muaj për dosjen. Po pra çështja është në hetim, pra çështja do zgjasë. Kështu që sa të marrojnë hetimet rrinë në arrest shtëpi. Nuk shoh në problem. Duhet SPAK-u për këtë çështje, shumë profesionistë kanë folur në media në lidhje me këtë, plus edhe inxhinier, e ka pak a shumë ku do orientohet hetimi, se s'është vetëm ky CEO, ajo se ky tashika, këtu ka kohë në vite që bankërsi është parë që është një pasuri e popullit shqiptar, e cila është grabitur sistematikisht në pra një pasuri e cila ka naftë. Nafta del nga toka dhe dalësh me humbje vit për vit, vetëm në Shqipëri ndodh. Ti shiko krizën e fundit sot në lindjen e mesme. Është bloku ngushtitë e Hormuzit dhe po lind kriza. Tash atë lind pyetja, vendet arabe dalin me humbje nga nafta që e shesin? Atë si dilke këtu me humbje? Një diçka që ta jep toka, ti dilke me humbje? Kështu që këtu aty shifet tendenca, domethënë që ka diçka që shko. Pra se ku shkojnë këto para, si rritet, si fryhet buxheti në mënyrë fiktive, kemi të bëjmë me një çështje penale e cila do shumë punë.